Opozita ka ngul për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndonse mazhoranca, më herët të shprehur se mbledhja e radhës e Këshillit të Mandateve do të zhvillohet pas 22 janarit. Edhe kolegët e mazhorancës që përfaqësojnë krimin në këtë kuvend sot janë fshehur. Nuk janë paraqitur në një mbledhje të vlefshme, të thirrur nga 5 anëtarët, edhe pse rregulloria e detyron kryetarin e kuvendit të njoftojë rendin e ditës, pengimi i drejtësisë me urdhër politik të Edi Ramës është akti më i rëndë që ka kryer ky kuvend gjatë këtyre viteve demokraci. Nuk mundet që një kryeministër të urdhërojë kuvendin e Shqipërisë që të mos mbledh Këshillin e Mandateve. Në sallën ku ana e majt ishte bosh, 5 anëtarë demokrat akuzuan socialistët se po tentojnë që të zvarrisin çështjen. Cili do që kërkohet të arrestohet, kërkon ta zvarrisë çështjen. Nuk ekziston në një person në botë që dëshiron të shkojë me qejf në burg. Dhe zonja Balluku sigurisht që ka interes për të zvarritur shqyrtimin e çështjes nga Këshilli dhe Kuvendi. Bardhi paralajmëroi se opozita nuk do të dorëzohet, por do të kërkojnë sërish mbledhje të Këshillit të Rregullores mandati dhe imunitetit ditën e premte.